është një ndër procese, pra ka filluar një proces i gjatë, jo më kot, zoti Lida, jo më kot unë e sa do zgjasë ky procesi, më zoti Hoxha? Po 2 vjet. 2 vjet, çfarë problemi ka? Po të erdhën zgjedhjet lokale ndëruar. Po do përballesh në zgjedhjet lokale, pse ka çfarë problemi ka që janë zgjedhjet? Po një humbje më shumë s'ka gjë thoni. Jo, po kush tha që do humbasim njëherë para punës? Sikur është kështu. Pse e thoni që do humbasim? Do fitojmë themon. Demokratët pyesin. Unë do fitojmë se ne kemi dhe rastin konkret. Një propozim bëri Partia Demokratike, do mbështesë zotin Florian Binaj. Rama me gjykatën kushtetuese i anulloi zgjedhjet në Tiranë. Pse se si dilin llogarit? Pse nuk i la zgjedhjet të zhvilloheshin? Ai ishte Rama që kërkonte shkarkimin e Rënveljet. Pse anulloi? Jo, Polita të pyeti me të njëjtin drejtues politik. Po jo, pra ja thash këtu mund t'u jap të drejtë. Dhe unë jam dakord që drejtuesit politik. Ju thatë edhe 2 vite thatë ka kohë. Tani nëse do shkosh në zgjedhje me të njëjtin drejtues politik që i ke patur praktikisht jo në rezultate të dura. Procesi është drejt fundit dhe normalisht do të vi momenti që do të diskutojnë edhe drejtuesit politik. Dhe unë jam dakord, drejtuesit politik të cilët nuk kanë marrë rezultat pozitiv, absolutisht duhet bëjnë një mbrapa, nëse ata nuk bëjnë një mbrapa, është kryesia e partisë, është kryetari i partisë, kryesia e vogël e saj, e cila duhet të komunikojë drejtuesve politik që duhet të bëjnë një mbrapa. Ju vetë do ngrini zërin për këtë punë? Unë po e them këtu publikisht, i thua do ta ngriz zërin. Edhe në kryesisë. Po pse në kryesi do ikë zëri, mendon ti? Po ka shumë njerëz që ikë zëri në kryesi. Mua jo, sem nga ata që më ikën zëri dhe po e them publikisht që të gjithë drejtuesit politik të cilët nuk kanë marrë rezultat pozitiv në zgjedhjet e vitit 2025, të maj 2025, duhet të bëjnë një mbrapa. Pastaj është tjetër çështje të diskutohet se drejtuesi politik X që ka marrë rezultat pozitiv në Lezhë, po themi, do të shkojnë në Durrës apo ai Durrësi do të shkojnë në Lezhë, kjo është tjetër gjë për të diskutuar. Drejtuesi politik duhet të bëjnë një mbrapa, s'ka asgjë të keqe. S'ka asgjë të keqe. Dhe unë po e them publikisht. Për të ardhur tek ai argument që tha zoti Lita. Dhe sot ne po rinovohemi. Pse? Thash edhe një herë, sot është propozuar për qenin kryetare një zonjë e cila vjen nga diaspora, punon, ka jetuar në Belgjik. Është propozuar sot bashkë me një zonjë tjetër për të kandiduar në postin e nënkryetarit. Dakor? Zoti Klliçi me zotin Boçi janë 2 kandidatura tjera shumë dinjitoze për Partinë Demokratike. E vetmja garë me thënë të drejtën që është aktualisht në Partinë Demokratike nga pjesa e kupolës drejtuese. Thashë pari, zoti Koreshi me zotin Noka ju thatë jo s'ka garë. Po kush e përcakton që s'ka garë? Se të nënkryetar s'pas ka garë, se kuptoj. Vetëm kjo është garë. Po dhe 3 nënkryetar tjerë garë janë, flasin për gara. S'doni emra. Doni emra. Zotin Berisha kishit pa garë. Sekretarin e përgjithshëm e keni praktikisht me Mirë, ne 10 ditë përpara zhvilluam zgjedhjet e kryesisë, kishte super garë o bur tani. Ja ku është zoti Kopliku, ja ku jam unë, ishte super garë. Me figura, thash edhe një herë, komplet të reja, të cilët garonin në mënyrë dinjitoze, grumbulluan vota dinjitoze pavarësisht rezultatit, se tani aty 20 veta do fitojnë, nuk do fitojnë 30. U propozuan, u votuan, u numëruan votat në mënyrë transparente, tani ne këtë kemi mundësi. Do na i shpjegoni edhe ju në bazë të eksperiencës si ka funksionuar dikur dhe si funksionon sot? Dëgjoj, gara është... Mos jemi në botën e çudirave në këtë studio dhe se kuptojmë... I një force politike. Jo, po do pak dashamirësi që ta kuptojmë. Kur ndodh gara. Dashamirësinë i nderuar duhet ta meritojmë. Jo, dakor. Ta meritojmë me vepra, por kur qytetarët presin... Mos të nisemi nga predispozita negative, them. Jo, nisemi nga gjëja pozitive, por çështja është se për të nisur nga ana pozitive duhet të... Jo, në fjalën tuaj faktikisht në fillim të insertit thatë. Po ka figura të reja, po ka zgjedhje, ishit në rregull në atë që nuk është, po tani drejt. Doni t'ua bëj qefin, ua bëj, po mjafton ta sillni fitore. Po nuk sonë fitore. Shiko, unë dua që ne të themi realitet. Ja për shembull, nëse do ishit ju zoti Kopliku në shumicën e misioneve që ka patur Partia Demokratike, për mua do ishte krejt normale dhe krejt e fortë. Antar Këshillit. Në Vlorë unë jam drejtuesi i departamentit. Shpresoj edhe në zgjedhje se cili është problemi, se nuk arrej me kuptu. Ne jena pjesë e Partisë Demokratike, sikur ne jena të përjashtuar. Jo, se ne na bëjnë. Të ngjashëm ne janë pjesë e Partisë. Do shkojmë edhe faleminderit, nuk e diskutoj. Po ne jemi pjesë e Partisë Demokratike, nuk është se jemi jashtë. Shpresoj që të vazhdoni të jeni ndëruar. Jo, unë uroj që të kemë riportri në këtë kuadër dhe database-in e antarësisë Partisë Demokratike që ka pasur probleme të forta në ecurinë e viteve. Unë kam drejtuar njësinë numër 2 në Tiranë dhe aty kam fituar dhe 2 garat e mia me 2 mandate 2005-2009, që është njësia më e madhe si territor në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e mi dhe me një antarësi të mrekullueshme, kemi punuar fort për të pasur struktura sa më aktive dhe reale, jo fiktive. Po e prek këtë moment sepse kam, prap nga eksperienca ime, kam hasur në një barrierë shumë absurde në garën që u hap për kryetaren e PD-s të 2021-shit,
ku për herë të parë garuan 4 kandidat, me ish kryetarin Basha, ishte dhe zoti Kadili, zoti Shejaj dhe zonja Harxhi. Sigurisht e përshëndetëm të gjitha atë garë, sepse kishte premisa shumë të mira për të qenë një garë fort me disë tyre kandidatëve, por në momenti që erdhi dita e votimit dhe unë personalisht shkova për të votuar, qendra që ishte për njësin ku dhe unë bëj pjesë, ke dyshi, ai komisioni nuk më la të votoja, nuk më dha të drejtën për të votuar, me një përgjigje absurde që unë nuk e kisha emrin listë. Tashi, një subjekt politik ka që rëndësishëm dhe që ka investuar në gjithë këto vite dhe që ka kontribuar dhe në fate dhe në ecurin dhe drejtimin e vendit, si ka mundësi që nuk arrin të ketë asë një memorie historike, as të ruaj një hierarki për pjesën e dhe hierarki kontributesh brenda vetes vetë, sepse kjo është themeli mbi cilën mbahet PD-ja. Kush e ka majt PD-n? E kanë majt 20 dhe 30 veta në kryesi dhe 100-200 veta në Shqip Kombëtar. Jo më jo. E kanë majt mira demokrat, anë e mban Shqipëris, që është një armat gjigande dhe që kanë kontribuar non-stop, vullnetarisht, pa kushte, pa pretendime, pa kërkesa. Dhe kjo armat duhet tjetë aty, duhet tjetë evidente dhe duhet të respektohet. Duhet evidentohet dhe të respektohet. Po kur ti nuk ke databazin tënë dhe ty kur të shkon dhe një individ, një antar i thjesht i kësaj partie që në x kohë ka kontribuar, ti i thua nuk ke drejt votosh se s'ke emrin listë. Tashi, këto për mua janë probleme madhore që uroj që ti keni zgjidhur aktualisht dhe që t'jeni në një tjetër stad. Uroj shumë që ta keni kapërcyer. Jam dakord me gjitha sa thatë, zonjë, absolutisht si eq presje. Jam shumë dakord dhe nëse ju keni shkuar në vitin 2021 për të votuar dhe nuk keni gjetur emrin listë, do duhet të kërkoni edhe arsye pse nuk e kishit. Ja, po sigurisht që e kërkova, s'gjela ta kërkoj ke ty këtu në studio. Nuk thash që po ma kërkoni mua. Para një që nuk e... Po, ashu e këshim vendosur. Për gabimet e zotit Basha, bini me njerë dakord. Për gabimet e zotit Berisha, nuk bini shumë dakord. Jo, unë nuk jam nga ata tifozët e... Nuk jam unë, se po t'ishe do më këshit parë edhe kam pasur mundësi të jem edhe më prezent edhe me këto, po nuk kam qenë... Jo, ju komplimentojmë proponencën, ka shumë kolegë tuaj në parlament që nuk i dëgjojnë fare, zoti Hoxha. Edhe ju mbase, kur jeni në Vlorë, thoni si s'flet për këtë çështje, pse duhet një vinë qytetarët e një antar i Këshillit bashkiak dhe mos vende deputeti i zonës, pra ka çështje të ndryshme që duhet t'i keni grupin parlamentar të zgjedhur si një vulkan apo jo. Patjetër. Pse grupi parlamentar e ka marrë PD-n apo ky grup që kanë aty individ që kanë nga jo 1, 2, po 3, 4, 5 mandate qyt, pa bë kurrë as i gar, pa marr kurrë as i vot. Si mund të jesh ti përfaqësues i popullit, pa u votuar kurrë, edhe pa u përball kurrë me votuesin dhe me elektoratin. Ja pra ky është sistemi, sepse unë jam votuese e 2008-s. Bashkë me shumë nga kolegët e mi. E keni bërë ju këtë mëkat, zonja? Kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj. Nuk e di pse. Do vazhdoj të kërkoj ndjesë publike derisa ky sistem do të ç'bëhet, se do të ç'bëhet. E kanë mbajtur me thonjë PS-ja dhe PD-ja bashkë. Shiko, të them diçka miqësore tani. Në të 5 raundet zgjedhore. Dhe unë nuk prisja kurrë nga PD-ja që të shkonte të votonte në korrik 2024 si skutha, kur po mylleshe sezoni, prap kodin zgjedhor të pandryshuar. Sepse është ky kod zgjedhor që jo vetëm zhduku përfaqësimin dhe i ka heqë drejtën qytetarit për të zgjedhur përfaqësuesin e vet, duke shkel dhe kushtetutën, se ne në 25 na thotë që të kemi drejt zgjidhemi dhe të zgjedhim në Republikën e Shqipërisë. Ky kod zgjedhor u stërvërtetua në të gjitha raundet nga 2009 në vazhdim, 2013 në bazë të kodit zgjedhor të mush parlamenti me kriminal. Ishte PD-ja me grupin e vet parlamentar që u detyrua të bënte një ligj për dekriminalizimin, e mbështetur fort nga gjithë kuadri ndërkombëtar, sepse ishte u kriju situata absurde dhe skandaloze. Në 2017, në 2021, prapi njëjti kod, në 2025, prapi njëjti kod, PD-ja duhet kishte luftuar fort dhe dhura kishte të gjithëve aty mbrapa saj për ta xhbër pikërisht këtë kod që
krijoj këtë sistem mund të bëjnë kur nuk ka numra? Si mund të bëjnë kur s'ka numra të Partit Demokratike? Me presione, me Cil presion? Jo, mos e voto fare, mos e voto. Mes versioneve që ishin tryezë, zgjodh më një. E votuam prapë të njëjtën gjë. Ju jeni një nga deputetët që ne keni dhënë këtë. Po, në 2008 sepse na u ofrua si sistemi më i mirë që do sillte elita. Jo vetëm kaq, por ju dha mundësia opozicës për versionin e saj. Të gjitha raundet zgjedhore, 5 raunde zgjedhore nga i moment deri sot kanë stërvërtetuar që është kodi që e shkatroi edhe përfaqësimin edhe të gjithë procesin zgjedhor. Dhe ky kod do edhe një se ndonjëherë ne ushqejmë publiku ndonjëherë me ëndra që nuk kanë për të realizuar ndonjëherë. Ta dini nga mua, edhe po të ndryshoj ky kod zgjedhor, janë prapë kryetarët e partive ata që vendosin për listat zoj. E hapur, e mbyllur, e pa hapur, e pa mbyllur, e vendos kryetari i partisë. A ky është tjetër çështje? Po kjo është çështja. Po këtu ka edhe një problem, që ka disa njerëz që ju zhmbushur mendja që i duan shumë njerëzit. Ky është për të provuar. Këtë nuk e di. Por ata që marrin vota, siç ka qenë majoritari, po ky pra është themeli, sepse ky kod na prodhoi parlamentin e kryetarëve, e zhduku parlamentin e qytetarëve. Sot ke parlamentin, ju jap edhe një eksperiencë prap personale. Sot ke parlamentin e bandave, nuk ke parlamentin e kryetarëve. Po edhe një herë pra, është ju thoni këtu, ju mos thoni që edhe një herë nuk ka problemi. S'është problemi. Se çfarë përfaqësimi ka PD-ja? Edhe një problem teknik të këtij kodi, që ky ka bllokuar rotacionin. Ta shpesoje, mbaje këtë fjali. Me një fjali do arrëzoj zoti Hoxha. Do kesh rastin që do ta konfirmosh këtë gjë, nëse se kupton kështu si do ta them. Po nuk ka se tani unë bëra një parantezë që kam që 12 vjet që merrem me këtë punë. Nëse ju nuk e kuptuat, po ua them përsëri që i kuptoj gjithë ato që ju tentoni të aludoni që unë nuk i kuptoj. Po u them edhe një herë që në 2021 rotacionin e pengoi ndryshimi i kodit zgjedhor sa i përket koalicioneve para zgjedhore. Jo, s'është e vërtetë. 100% vërtet. S'është fare vërtet. Do vim një ditë tjetër vetëm për kodin, se ju jeni ekspertë për shumë gjëra, po nëse bëni transparencë me votuesin tradicional, me të cilin keni humbur me një pjesë të këtij votuesi, keni humbur raportin e besimit, apo ju keni ardhur të thoni atë që keni në plan për të thënë. Dot. Më vjen keq fal. 2021 mendova se dëgjoni në debat ju. Sepse duhet të rikthesh raportin e besimit dhe të rikthesh të raport, duhet të krijosh frym. Dhe këtë frym uroj shumë që të arrini ta krijoni. Deri tash nuk e shoh se e keni krijuar. Zoti Koplika? Po. Do të ndërhyje disa herë gjatë fjalës së zonjës Kurnaska. Miku 3 herë. Trenit, pak të mos ju iki treni fitore, zoti Koplika. Shikoj, në Shqipëri nuk ke mundësi me zgjedhje si fillim. Pra çështja e frymëzimit, çështja se e kena diskutuar disa herë këtë. Me të vërtetë që sistemet zgjedhore ose po themi mënyra se si përzgjedhen përfaqësuesit e popullit janë prej partive më të mëdha, është normale, si zonja që ka votuar në 2008-ën, edhe në 2024-ën apo në 2021-ën, votojnë partitë më të mëdha, sigurisht duke u ul me përfaqësues ose aktorë të tjerë, por sot nuk është kodi zgjedhor që pengon mirë përfaqësimin në parlament, janë pushteti i bandave për me përcaktuar numrin e votave dhe përfaqësuesit e tyre në parlament, është sistemi i patronazhimit që ndërhyn në jetën e çdo qytetari. Zoti Hoxha tha një rast, po si rasti i atij banorit Vlonës për fjalorin e papërshtatshëm për kryeministrin, ka çdo ditë deri në nivelet më të larta të përfaqësimit të Partisë Demokratike apo përfaqësuesve të opozicës. Jo, që persekutohen nga ky sistem patronazhimit dhe detyrimit shqiptarëve për me votu o për bukën e gojës ose me ndaj qet nga AKU-ja, tatim taksat. Pra, duhet fillojmë këtu fillimisht, sepse nëse po themi sistemi zgjedhor prolloka mandate në favor dy partive të mëdha, sistemi zgjedhor nuk pengon qytetar. 8 mandate plus ka marrë PS-ja nga ky kod dhe 2 nga PD-ja. Leta përfundoj fjalit se keni fol 80%. 8 mandate plus në tavolinë, pasi Lugara. Edhe unë me çu zanin edhe me vendos. Po ky jam të thënë, ju nuk keni o zoj, edhe eri, po ju jeni të më dëgjoj çfarë flasim ne. Nuk jeni të më dëgjoj asnjë gjë çfarë flasim. Edhe zoti Hoxha tha një fakt të vërtetë. Kodi të çoj këtu në këtë situatë. Po pra, për kodin ju foli zoti Hoxha dhe nuk e dëgjot.
sepse në 2021-shin Partia Demokratike u persekutu me këtë kodin që thoni ju, që u nërshu gjoja në oborrin ambasadës amerikane dhe mandajna u nërshu tek votimin parlament. Okej? Çfarë u persekutu për doja nga ti? U persekutu pra se u hoq aty kishte deputetët koalicionet para zgjedhore. Lista. Nuk i futa deputetët. A mund të më dëgjoni 10 sekonda? A mund të dëgjoni 10 sekonda çfarë do thënë apo jo? Pra, kjo çështja e frymëzimit e alternativës do të kishte shku te këto partitë e reja që ju thoni, pra, sepse pse nuk frymëzohen këto partitë? Këta nuk janë. Po ja pra pse nuk shkojnë? Çaj pengon në vlerë absolute me shku tek ju, pra, tek ju që jeni zgjedhja. Ju jeni zgjedhja, pra, ju jeni zgjedhja, ju keni fitu. Si? Ti e di që në 2005 është vrani komisioneri Joni. Edhe? Po pra nga banda. Edhe sipas të gjitha raporteve kisha zgjedhje. Kisha zgjedhje në 2005. Në 2005 o zoj, në 2005 nuk përcaktoshin bandat rezultatin. Në 2005 raportet OSBE-s në 2005 po duhet dish organizohesh të krijosh besimin. O zoj, ju duhet dini të nëgjoni herë, se nëse ju filloni të nëgjoni, bëjmë debat, sepse kjo është debati, jo me zoj, jo. Në raporti 2005. Superbanda jeni përplasme. Raporti ju mund të jeni ju jeni përplasme në superbanda, po bandat në asnjë raport nuk përcaktohen. Edhe po Tiranë nuk e morëm 2011-ën. Po e kemi marrë me punë të zakonshme dhe me... Çfarë punët pra jepni, pra na jepni dritë edhe neve të Partisë Demokratike. Na jepni për dritë stuj, pra, sepse ne, po jep pra pshevi, ne jeni aty ju 80% kohës, ju jeni duke fol. Pra, në 2005, si keni ba ju, zgjidhni ju, na sillni ju dritën tek Partia Demokratike. Tashti, në 2005, tek këto raporte, sepse ju pas keni, duke na ndëgju minimalisht duke na ndëgju. Në 2005, po mirë pra, dakord. Në 2005, në asnjë raport nuk flitet që ka Partisë Demokratike sërish, siç keni qenë. Jo pra, më këto s'kanë me votu, shkova thjesht i votues. Nuk është një dramë me jashtëzakonshme. Keni pas disa zgjedhje tjera që ju nuk keni marrë pjesë, keni mjaftu me paraqitat e kartën tuaj që keni. Po mirë pra, ju kanë myll një herë dhe ju u dorëzut. Ju jeni politikanë që keni bë betejë të forta pra. Në shtëpinë tuaj kur ju mbyllin derën kryesore, ju dytyi nga dritarja, mund të hyni nga dritarja. Ai çonte ke zoti Basha, kur shkoshte ke zoti Basha, ai thoshte jo, di doktori e kemi çdo gjë ishte domethënë e strukturuar në mënyrë që nuk jesh gjithë. Të lodhen. Mos hyjmë asaj, të themi që ka kaluar zoti Berisha ka do të pas për të lodhur njerëzit. Edhe ka